Për herë të parë në Shqipëri, treni ka pushuar plotësisht së funksionuari dhe këtë vit nuk u vu në punë as pjesërisht për 13 të martat e shëndohut, siç ka ndodhur në vitet e kaluara. Çdo vit gjatë periudhës së 13 të martave, ishte bërë traditë që linja hekurudhore Shkodër-Laç të funksiononte për të lehtësuar udhëtimin e besimtarëve që shkonin në kishën e shëndohut në Laç. Por këtë vit situata është ndryshe, pasi shërbimi hekurudhor nuk u vu në funksion, duke shënuar herën e parë që besimtarët nuk do të kenë mundësinë të udhtojnë me tren drejt Laçit gjatë këtij pelegrinazhi të rëndësishëm. Mungesa e trenit për shumë prej tyre është goditje, pasi kostot rriten për këtë udhëtim, tashmë kur edhe nafta ka pësuar rritje drastike të çmimit. Qyteti i Shkodrës me naj pa i tren, populli me hypen da me shku në Kish Laçit, kja është një diçka e rëndë. Tash, se që do të bojnë, e din ata. Kja është pa tjetër dhe mëzdoshme, se me një qytet i Shkodrës, mas me pasi tren me qarkullu populli për qef, të paktën për qef me shku në Kish Laçit. Me partinë e punë se ka pas. Në s'kena trenas, rrugas, me trena një atje, barabarë e kena. Treni e konë një regull, ta konë të në herët, e konë një regull të i sinqert. Tash, qa ba, nuk e dim. Pavarësisht mungesës së trenit këtë vit, pritet që pelegrinët të vazhdojnë të udhtojnë drejt Laçit me mjete të tjera transporti për të marrë pjesë në lutje dhe rituale tradicionale.